Mirëmbrëma miqtë të emisionit On Tok, mirëmbrëma edhe ju miqtë të On Televizion. Besoj se jeni mësuar tash. Unë I pari kam pas vështirësitë e fillimit, po shumë emisione dhe shumë programe do të mësohet edhe goja. Sonde kam jo vetëm nderin, po edhe kënaqësinë të kem një të ftuar ilustres, sepse vjen për herë të parë, është I ri dhe është I rëndësishëm qytetin e Shkodrës, është drejtori I Teatrit Migjeni, Gerti Palali. Mirëmbrëma. Gerti, faleminderit që erdhe. E di që ke ardhur me vrap për teatrit, ke punë, sigurisht ke edhe dëshirat tuaja dhe pasionin tënd që do ta plotësosh, por të falenderoj që megjithse me shumë vështirësi pranove që ndihesh. Shumë faleminderit për ftesën, suksese shumë edhe televizionit edhe emisionit. Nuk jam I mësuar shumë me bisedat në televizion, me intervistat. I pranojmë. Prandaj ishte edhe vështirësia, ama a shumë kënaqësi. Bile ke bërë një nga sakrificat e rastit, ke heqë edhe syze, sepse reflektorët në tavolinën e me. Gjithsesi je mirë edhe me syze dhe pa syze, domethënë kemi drejtor të mirë teatrit. Tashti, ajo që në fillim desha të pyes, pak a shumë është jo pyetje se sa është zhargoni jon I gazetarëve është Gerti artisti dhe njeriu I artit në përgjithësi, që tash bën edhe në një farë mënyrë administratorin, drejtori I teatrit, kështu është. Kanë përplasje këto të dyja të bezdisin shpesh herë apo? Ka pak përplasje, domethënë një aktor, një regjisor, siç është dhe profesioni im, ka dëshirë për me dalë. Sigurisht. Ka dëshirë për me vendos vepra, me ba shfaqje, me ba filma të shkurt, filma të gjatë, me kanë kontakt me publikun. Ndërsa në pozicionin e drejtorit të teatrit je më shumë që teatrin me e çu sa më shumë përpara, me pru shfaqje, regjisor sa më të mirë që teatri me dalë sa më mirë, me shku sa më lart si nivel edhe në numër shfaqjesh sa më shumë premiera. Sigurisht që këto premierat me mundu me mishë me shpirt me kanë sa më cilësore, sepse cilësia është shumë e rëndësishme. Sigurisht. Të paktën në vizionin edhe në dëshirën teme. Edhe detyra e drejtorit pak kemi marrë më shumë me menaxhimin, me anën e zgjedhjes regjisorëve, të zgjedhjes veprave, gjërat, kurse nuk të jep shumë kohë edhe luksin e asaj që ne kena brendinën tonë që... Po jo vetëm ajo, po besoj edhe administrimi, teatri, ndërtesa, të cilat sigurisht kanë, nuk konsiderohet humbje kohe, por në një farë mënyrë është një administrim I cili të merr kohë, duhet ta pranojmë. Po, patjetër, të merr shumë kohë, por realisht që nga tetori, me 1-2 tetori kam filluar pak. Po, çdo ditë më shumë mësoj edhe më tepër, edhe nevojën e teatrit, nevojat e teatrit, edhe me pëlqen shumë që jam duke punu me mishë me shpirt për me çu teatrin përpara, si ndërtesë, si trup, si institucion në tani. Pashu duhet shkojnë ato paralelisht, duhet shkojnë të gjitha. Gerti, ma ke pranu kur erdha në zyrë që të flas me ti, kështu që edhe këtu me ty po të flas. Në perceptimin tim të dikurshëm, në nostalgjinë time, dhe si unë ka plot, besoj, në Shkodër. Teatri është një vend kult I Shkodrës edhe I Shqipërisë. Është vendi ku ne jemi mësuar me pa edhe drama të mëdha, edhe komedi të mëdha, edhe estrada të mëdha, bile ne kemi pati edhe dikur edhe mbledhje partijet, ç'as ka pas ai teatr, por gjithsesi është parë si vend kult I kulturës, vendi më I lartë I kulturës në Shkodër, bile edhe në Shqipëri. Por unë dhe të pyes diçka tjetër. Perceptimi I një drejtori, sigurisht në moshë të re, por që merr edhe këtë lloj, si them tash, edhe ti ke prind tuaj, sapo përmendën nanën për punë të gjysmëve. Dhe perceptimi jot në këtë rast, kush është kjo ngarkesa, duhet të nxjerr prej teje atë që tash Gerti ti do të jesh drejtori I teatrit Migjeni. Kjo lloj ngarkese që vjen ke unë në këtë lloj forme, ke ty si ka ardhur dhe si perceptohet? E shikume nga jashtë,
kapin vetëm ndoshta aspektin e mirë. Si, pa. Si është teatri i madh. Eksakt, edhe është ai imazhi i drejtorit që ti vetëm rrin karrige dhe jep gjithmonë vetëm urdhra. Kjo është shikohet në gjithë. Është shikuar nga jashtë. Edhe ndoshta edhe nana që për më sistemova dhe djalin. Ama e para njerë ti ke peshën e gjithë atyre që sapo ju thatë. Me artistat, me regjizorët, me gjithë shka që ajo skenë ka mbartë gjatë prej në themelim e deri në ditët e sotme. Që është një peshë jashtëzakonisht e madhe. E dyta ti ke trupen edhe institucionin më të rëndësishëm kulturor në Shkodër, edhe gjithë shka është barë në aspektin e mirë të fjalës që ti ke me qu për para. Edhe nesër pas nesër, kur unë nuk jam ma drejtori i teatrit, kam dëshirë që me punua që mirë sa mos me marrë për një diçka që unë kam ba. Kur unë ta shikoj si një publik, kur të shkojnë teatr si publik, ose si aktor, ose si regjizor, të mos më vinë marrë pse kam ba unë i këtë. Dhe me thonë sepse nuk është mirë për teatrin. Gjithë shka duhet me kenë perfekt që teatri gjithmonë me pas rritje. Ndoshta jo gjithmonë ka me pas rritje që kuptohet me njëherë. Mund tjetë edhe rritje e vogël, si nga ana profesionale, si nga ana e cilësisë. Ose graduale për të por ideja mos të ketë ramje, edhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe, edhe është një presion, thojza, që unë kam me vetvedin për me drejtu një institucion të tillë. Që sigurisht është ky presioni i mirë që ke ndaj këtij institucioni që më e çu përpara, në të kundërt nuk kisha hy hiç çfarë. Eksakt, si kishe kap të punë dorë. E di si më lini një ide, ti po flisi dhe më the impresion që kam edhe me rrata dhe sfidë. Sigurisht kështu të shi sfidën ose me thënë të drejtën këtë betejën e ke me teatrin, betejën thojza, e ke me teatrin, e ke me institucionet, e keme publikun për të gjitha bashkë, por kush është sfida e vërtet? Apo e keme veten, du me pa dhe ambicjen deri ku shkon? Sfida është gjithë shka, në të gjitha dimensionit. Në qoftë se flasim për trupen profesioniste të teatrit, është sfidë që me nxjerr më të mirën nga ata me veprat edhe me shfaqje që realizojmë, që shfaqjet të jenë sa më lartë. Që ose kemi pas një sukses, okej, bravo, na lumt, hajde tash minimumi të jetë në të njëjtin nivel, mos tulemi me poshtë. Kjo është një sfidë me trupin. Që ose kemi një sfidë me mjeshtrat e skenës, me tekniken, hajde që skenografia, teknika, audio të jetë shumë e cilësore. Në që se flasim me teatrin si Gudin, hajde të rregullojmë ndoshta çështje buxhetesh e fondesh pak nga pak. Që si ketë gjitha ndorë kuptohet. Eksakt, por ama është një sfidë që hajde ta çojmë teatrin edhe si Gudin, si ndërtesë, hajde ta çojmë përpara. Nëse kemi një sfidë me veten, hajde të jap më të mirën, që unë më pas një punë sa më të fryqshme për teatrin. Që mbledh ndoshta drejtori mbledh gjitha sektorët. Ke zakon që të jesh mirë me institucionet. Në të vërtetë mosha jote mbase edhe nuk lejon që ta kem përgjigjen kaq shumë. Po çfarë do të thotë kjo pse është mosha jote? Perceptimi i njeriut edhe realizimi i tij nuk ka të bëjë me moshën fare. Domethënë ditë sillesh Gerti Palali, ditë sillet me institucionet. E ka njësinë e kësaj pune? Patjetër, kur unë kërkoj diçka që është e mira në mendimin tim, në këndveshtrimin tim që më ndodh, unë e kërkoj që më ndodh, edhe kur diçka është gabim, e shpreh mendimin tim, kjo nuk është mirë, ndoshta në këndveshtrimin tim, por kështu mendoj. Kur është diçka pozitive, bravo. Këtë drejt për drejtën e përdor gjithmonë apo e unë shumë në këtë lloj? Patjetër. Ndoshta nuk jam ai tipi që dal në media edhe që dalë dhe them shikoj se kjo ndodhi gabim, jo. Unë ndoshta shkoj a them personit, nëse është ku të diun, Gerti, drejtoria e teatrit, ka pa një që nuk ka pëlqyer Gert, shikoj se ose Gert bravo që ki bërë diçka më mirë. Ndërsa për aspektin e moshës, Marceli, një shokë im, kur u vendosa, kur u bë oferta për më bë drejtor, edhe ishte kjo shqyrtimi me vetë. Sigurisht, po patjetër. Po mosha. E nëse do linte. Po, edhe një pikë e gjasë ishte edhe mosha. Edhe një gjë që mbani me harru moshën pastaj. Ishte shoku im Marceli më tha, shiko, teatri quhet Teatri Migjeni. Edhe Migjeni ka vdek. Ishte 7 vjeç. Ja, kjo është një nga arsyet, ja. Shiko, unë përjashtova
E përjashtova për sa i përket talentit dhe profesionit, sepse ajo është me të ardhur. Problemin e shtrova se sigurisht institucionet, burokracia, shkresurinat janë shumë të rëndësishme. Janë të rëndësishme, domethënë nuk mund të njanosh. Po ti je i vetëm, absolutisht nuk mundesh me realizuar. Edhe mund të humbësh midis tyre, si më thënë. Ndoshta edhe vizionin me plot dëshirë, me plot ose ke realizuar shumë pak, ose zero, me shumë sakrificë. Pra institucionet janë shumë të rëndësishme, kulturore, biblioteka, kinemaja, bashkia që ka një rol jashtëzakonisht. Deri tani kemi një bashkëpunim super të mirë me bashkinë. Kur kam pas projekte që edhe privatisht i kemi folë edhe ditën e djeshme, kur kam pas projekte i kam shkruar, kam pas propozime, deri tani ka qenë jashtëzakonisht shumë bashkëpunuese. Shpresojmë që të vazhdojmë të jetë sa më bashkëpunuese që me çu teatrin përpara. Futemi ke teatrin në brendësinë e tij dhe ke njerëzit e tij. Nëse e maj mend mirë unë, djem ta që ke, domethënë, trupa është prej 8 aktorësh. Po. Dikur i kemi thënë aktor profesionist. Po, aktor profesionist kemi 8. Janë 8 aty. Po. Praktikisht, shiko, që shumë shpejt besoj do të mund të bëjnë edhe 2 tjera. Po, 9 po, e sigurt. 90 sigurt. Mund të ketë pyetje, po nuk përruj fjalën idiote, po përgjigje sigurisht mund të jetë edhe më tepër, po nuk duhet të ketë teorikisht. Po pyetjen po mundohen ta rregulloj. Shiko, 8 veta çfarë bëjnë në një teatr? Përveç se jam dakord që mund të luajnë, mund të japin tempo ritmin e duhur, mund të kenë talentin e duhur, nuk i diskutoj. Në Shkodër janë të tilla gjëra. Janë të mjaftueshëm apo nuk ka rëndësi numri, Gerti? Në një teatr sa më shumë aktor me u angazhuar. Aq më teatr është. Aq më mirë, aq më shumë ka rezultat. Angazhohen shumë aktorët në aspekte të ndryshme. Për shembull, momentalisht janë të gjithë të shpërndar në gjimnazet të qytetit. Nga data 2 deri më 10 mars kemi festivalin e shkollave të mesme, festivalin e teatrit për të rinj, ku secili aktor ka marrë një gjimnaz, janë 9 gjimnaze, që secili ka ndërtu, ka bërë një shfaqje. Trupën e vet aty. Eksakt. Me fëmijët ka bërë audicionin secili në gjimnaz. Fëmijët dhe adoleshentët, po. Ka bërë audicione dhe ka selektu më të mirët, ka vendosur në skenë secili një vepër, një shfaqje, ka ndërtuar ose ka shkruar vetë ose ka marrë një vepër nga autorë të ndryshëm dhe ka bërë regjin. Pra, secili është angazhuar, shkon çdo ditë në gjimnazet të qytetit dhe në fund finalizohet me një festival ku është shumë i rëndësishëm. Sepse aty përveç se ne sjellim të rinjt në teatr, sjellim adoleshentat, sjellim fëmijët në teatr që ndoshta janë disa janë talentit, po aty dalë talentit. Që vinë për me shiku, por edhe ato që janë selektuar që bëjnë shfaqjen, automatikisht kuptojnë se si bëhet një shfaqje teatri, kuptojnë çfarë është teatri, edhe zbulojmë talentet të rinj që nesër pas nesër mund të vazhdojnë në Universitetin e Arteve, mund të bëhen aktor regjisor të ardhshëm, edhe kështu rikthehen përsëri në teatrin Migjeni si profesionist edhe kështu krijon vazhdimsinë. Sigurisht. Pra, një nga detyrat e trupes teatrore janë këto. Pastaj vinë regjisor të ndryshëm, 2 ose 3 njëherësh ose njëri pas tjetrit, edhe secili angazhohet me keni efektivisht kështu në mënyrë profesionale regjisor ose skenarist, apo janë të ftuar gjithmonë? Janë gjithmonë të ftuar. Të brendshëm. Janë projektit, Po, janë projektit. Tani po punojmë me një bashkëprodhim me Kosovën, është regjisor Ilir Bokshi, i mirënjohur Ilir Bokshi dhe kemi një bashkëprodhim, janë 2 aktorë nga Kosova, ndërsa pjesa tjetër janë aktorë të teatrit Migjeni dhe po vën një shfaqje që është besoj në fillim të marsit si premier. Çfarë dëshiret ke Gerti në drejtimin e dramës dhe po themi teatrit si teatr, ku do që ta çosh si vizion tënin? Ose ku jeni, si më thënë, në këtë drejtim? Po synoj shumë që të arrim të gjithë së bashku si teatr që të ketë çdo fundjavë, synoj të ketë çdo fundjavë shfaqje në teatrin Migjeni. Që çdo fundjavë publiku shkodrant me pas mundësi me ardhë, kanë dëshirë me pa diçka në fundjavë me bën një aktivitet, si opsion kanë teatri. Pra unë mendoj
E ke dëshira, po e ke nisur? Jo, e kam fillu. Unë synoj ta qoj deri. Sigurisht që do një rrugë tim, nuk të shkojnë me njëherë, por... Ideja po më pëlqen shumë, çdo fundjavë një teatr i Shkodrës duhet të ketë çdo fundjavë shfaqje, aktivitet kulturor, mbrëmje poetike, një koncert me instrumenta, pra thjesht teatri i hapur për publikun. Do të ketë çdo fundjavë i hapur për publikun, me aktivitete, shfaqje, komedi, estradën, shfaqje rinore, ndoshta pas festivalit gjimnazëve do bëjmë dhe një shfaqje me të mirët e festivalit të gjitha shkollave, do bashkohen bashkë, do bëhet një trupe vetme që të ndërtojmë një shfaqje tjetër. Pra edhe shfaqje të tilla, para ditëve edhe shfaqje për fëmijë. Është synimi që të ketë shumë shpesh edhe shfaqje për fëmijë që fillojmë t'i edukojmë nëpërmjet artit. I thu shfaqje për fëmijë, i thu edhe aktiviteteve të tyre apo edhe teatrit teatri i mirëfillt, shfaqje për fëmijë, sigurisht, shfaqje për fëmijë. Kjo është e rëndësishme shumë. Që t'i edukojmë edhe të rinjt edhe fëmijët nëpërmjet artit dhe për artin, që edhe me u eduku për me shku në teatr. Përveç se me marrë mesazhet edhe edukimin që të sjell teatri. Gerti, është një zakon edhe është zgjatur në kohë, dikur ka funksionuar ndryshe, ne biseduam pak edhe kohën midis dy kohëve. Pjesën e diktaturës edhe pjesën, po themi, rrugës për në demokraci. Teatri ka pas dy funksione, edhe teatrin, dramës edhe komedisë, po edhe estradën. Shpeshherë plotësonin njëra tjetër. Estrada zakonisht mbush teatrin. Teatri është mbushur edhe me teatr, edhe me dramë, edhe me komedi. Sigurisht më pak i mbushur se sa estrada që është edhe më, nuk e di, ma se kanë qef njerëzit qeshin. Ajo është ma komunikuese, është e tillë. Në çfarë drejtimi do të shkonin në kohën e sotme, në kohën moderne, në kohën e Gerti Palalit? Si do lëviznin këtë drejtim? Sigurisht mos u habit prej fjalës time, ti je drejtori, koha jote është tash. Sigurisht që do mundohem me pas një trung ka shumë deg. Deg, patjetër. Edhe secila deg pastaj ka rëndësinë e vet. Dikush është një deg më e madhe. Patjetër. Dikush pastaj është edhe deg që është mund të jetë në deg, por ajo ka plotson. Sigurisht do ketë vëmendjen e duhur edhe estrada. Tani në mars fillojnë provat për premierën e rradhës me regjisorin Zërodin Dokle. Por është kthyer edhe herë Zërodin. Shumë mirë. E kam telefonu edhe ka qenë i gatshëm për me bashkëpunu me. Ka punu në Shkodër gjatë Zërodini. Edhe por sigurisht që teatri, drama do ketë një rol shumë të rëndësishëm. Në shtator do kemi edhe Xhexho Fest edicionin e dytë. Unë në nëntor sapo fillova në ndërtimin themelova një festival teatror Xhexho Fest. Nga fjala për Xhexho ngjernisht me u përgjigj mesazheve të teatrit, me u përgjigj teatrit, me u përgjigj dramaturgjisë shqipe. Pra tema është mbi dramaturgjinë shqipe. Dhe do ketë rreth 8 shfaqje të ndërtuara nga Teatri Migjeni, por edhe trupa të ftuar nga teatrët e tjera. Në edicionin e parë ishte Gjilani, ishte Durrësi, ishte teatri Universiteti i Arteve, teatri eksperimental, pra ishin disa teatro dhe këtë funksion do ta luajë edhe në edicionin e dytë. Pra disa grupe do ndërtojnë rreth 7 ose 8 shfaqje mbi temën e dramaturgjisë shqipe. Pra t'i japim pak vëmendje edhe autorëve dhe shkrimeve shqiptare. Pra, secili ka rolin e vet, pra sigurisht që do jetë edhe komedia, do jetë edhe drama, pra në fund të prillit vjen nga Kanadaja Gent Bejko, një regjisor i mirënjohur shqiptar, do vendos një antikitet, një komedi shkruar nga ai, e bazuar mbi Trojen. Pra kemi një lërmishmëri të secilis nga degët e kësaj peme. Gerti do prodhoj Shkodër, ka dramaturg, ka komedian, skenarist, regjisor, po themi prodhime të vetën. Je entuziast për këtë? Është një luftë për t'u bërë apo është për ta lënë në rrjedhën e vet? Ka njerëz që shkruajnë për vepra për t'i vendosur në skenë, ndoshta kanë një numër më të vogël se sa ishte më përpara. Ama përsëri ka... Pse ka ndodhur kjo punë, Gerti? Kush është arsyeja?
Base nuk e pas kohë dhe të ngulitesh fort në këtë lloj arsye, por... Jo, kështu flas edhe si aktor edhe si regjisor. Unë e shoh edhe në aspektin e aktorëve, edhe në aspektin e regjisorëve. Normal. E shohin shumë të vështirë punën si një artist, edhe në aspektin monetar. Është e lidhur gjithmonë kjo punë. Absolutisht është shumë e lidhur. Nëse i shikon rrogat në gjithë Shqipërinë, janë të ulta në raport me se sa duhet të vlerësohet një artist. Edhe në momentin që një kamarier restoranti, me plot respektin e dashamirësinë se kam punuar edhe vetë kur kam qenë student në Itali. Sigurisht. Fiton më tepër se një aktor në një teatr kudo të Shqipërisë, atë pse duhet lodhe mund t'i kushtoj 5 vite të jetë stime Universitetit të Arteve, pse të lexoj të mendoj të krijoj një koncept regjisorial për të vendosur një shfaqje e gjitha sakrificat që ne i marrim vesh se i ka arti. Edhe si pasojë e kësaj, ndoshta të rinj stepen, që janë shumë talenta. Unë një të ri e përgatitë për Universitetin e Arteve, fitoj, edhe hyri për financë. Qartë, që aty mund dali pastaj një llogaritar i mirë, një ekonomist i mirë, një financier i mirë. Absolutisht. Edhe mund marrë një rrogë që i kalon 1.000 euro ose 1.200 euro dikus në Tiranë. Por ama ai e sistemon jetën e vet më mirë. Por arti ka mangësi. Plane më të mira për jetën. Arti ka një mangësi sepse i iku një talent. Po mirë, është përballë ky art kaq mirë se dakord, në rregull po japim rrogën edhe shteti në një vend vogël nuk e ka luksin këtu ke ne që të përballet kaq shumë me tregun. Por a duhet për të ballet me tregun, edhe teatrin, edhe drama? Apo ky është një moment më tepër filozofik kohën e sot, se sa politik edhe ekonomik. Sigurisht që duhet të vlerësohet nga qeveria, nga bashkia. Është çështje e qeveria dhe bashkia, po është edhe çështje shoqërore, Gerdi. Sepse bie fjala, po t'ja hapësh dyert një turbo folku në teatr, plot e ke. Po një prej plot është. Po në teatr nuk vinë, kurse nuk bëhet kjo llogari me dikurshme, se dikurshme atje do vinte, s'kishte ku të shkonte dhe patjetër kualiteti do të ishte, me atë kualitet që ishte. Në kohën e sotme si zgjidhet. Nuk është detyra jote, e kuptoj, është e vështirë shumë. Don shumë mbështetje. Arti sigurisht realisht don shumë mbështetje. Në momentin që arti mbështetet, automatikisht edhe produkti është shumë më i mirë. Sepse ti nuk frenohesh, jo nuk mund ta bëj këtë sepse s'kam buxhet, nuk mund ta bëj këtë sepse nuk mund ta bëj këtë, nuk mund. Ose ngurtësohem këtu ose shkoj këtej. Kur arti mbështetet, edhe ti ke luksin që mos ta frenosh kreativitetin, edhe anën tënde artistike. Edhe numrin, pastaj se është shumë e rëndësishme sasi, kjo e cilësia, shumë e rëndësishme, por edhe sasia pastaj rritet. Normalisht. Jo, veprone ato kanë bashkëekzistencë biunivoke. Sasia nga herë nxjerr edhe unë mendoj që dëshmia është shumë e rëndësishme. Qartë. Nëse një baba i thot fëmis, mos e pi duhanin sepse është shumë i damshëm, ndërkohë e pi 2 paketa në ditë, fëmia s'ka për ta lënë kurrë duhanin, ka gjithmonë me synu për me pi duhanin sepse e shes si shembull. Nëse një bab i thot fëmis, lexo libër sepse është mirë, edhe fëmia nuk e ka pa kurrë të lexuar një libër, s'ka për të lexuar kurrë asaj një libër. Nuk ka nevojë mi thon fare, mjafton kap fëmia të shohin ty të lexu, kjo është një dëshmi. Edhe ai bëhet si babaj, sepse ka qejf mu bë si babaj. Ashtu është edhe me trit. Nëse shoh një artist që jeton mirë, nuk vun nga ana ekonomike, por edhe produktin e nxjerr shumë mirë, është një aktor i mirë, është një regjisor i mirë, kur shkruan shumë bukur, ama ka një shembull që me e bë, atëherë automatikisht edhe Universiteti i Arteve edhe njerëz që kanë dëshirë për me e bë këtë punë kanë më ushtu shumë. Por në momentin që shohin që një aktor mezi shtyn mujnë nga ana ekonomike, ose janë gjithë artistat e mëdhej që nuk jetojnë më me ne, që kanë jetuar në kohën më përpara, që tani nuk jetojnë më, që kanë vdekur në shtëpi me qira, thot, m'fal, kur ka vdekur ky që është mjeshtri i madh, ikon e artit shqiptar në një shtëpi 1+1 me qira, pse duhet ta vazhdoj unë këtë rrugë? Dëshmia është shumë e rëndësishme. Mbështet e artin automatikisht edhe arti ka më zhvillu pa u loll ti fare, se zhvillohet vetë. Shkojmë ku shkojmë edhe përplasemi mes 2 kohëve, dhe nuk bëhemi gati të futemi në një kohë, edhe nuk kemi dalë menërisht ke kohë që kemi kaluar. Nuk është sigurisht asnjë
pikë fajot në këtë drejtim, që sa është i imi, nuk du me thamë për ne dy, po për plas moshat, tash, du me vu kontradikten për balë. Por sa herë janë bo biseda tila, po ta them kështu pa shiqyr që të kam, bile sonte, për vite 25 vjetë që kam televizion, bëj televizion në Shkodër unë, kanë arë shumë drejtor, shumë aktor, shumë. Po thuj gjithë trupa e dikurshme. Dhe normalisht që kishim një problem për të bisedu dhe ky ishte problemi kryesor. Dhe ky dilte. Edhe jo vetëm me këta aktor, por Gerti, ma lejo 2 minuta diskurstimin, por edhe me Fadilin, të që janë ndjes pas, ose me Skënder Drinin, po ashtu, me Serafinin, nuk janë ma të shkretët, nuk e di, me drejtorë nga më të ndryshmit, edhe me trupën përgjithësi, si të humorit. Ajo që mune me thanë, Gerti, unë, me eksperiencat e mia, sigurisht, është që kjo është një dilemë dhe është kontradikt që, nuk e di, mbase ne duhet të ekzistojmë, duhet marrim një model, por edhe modelet kanë shkuar kaq përpara, për shembull ne bisedum bashkë, ku janë modeli i teatrave komunal në Itali, që veprojnë me projektet. Po, ato projekte gjithsesi kanë mbështetjen financiare mbrapa. Organizimin ndoshta të teatrit e kanë ndryshe, ne ngjajmë më tepër gjerman me këtë drejtim. Por ki parasysh se Gjermania gjithsesi, edhe pse të përballë me tregun, ka financa të mëdha në këtë drejtim. Dhe mbase është për të bërë pjesën e elitës, duhet të ndajmë nga ky lloj drejtimi. Por, unë kam pasë raste me shku dhe në Këshillin Bashkiake me thonë që për jepni lek kotë të tyre. Qenet e qa bëjnë do dalin bërtasin kotë. Nuk ka provon të dikur, një Këshill Bashkiake dikurshëm, sepse kryetari i bashkisë me të zemrën e mirë, do të që të bote ne veprim me pagat, ishin mizerabel. Pagat, këtë po ta them kështu, pagat 220.000 lekë, 250.000 lekë, një varfëri që turpi madh që ti bëj. Ajo ka shkollën e lartë, s'ka shkollën e lartë, plodhish, pa kuptim, pa të neverishme shpesherë. Dhe këtyre ju shtohesh edhe kjo tjetër. Në këtë pikë, Gerti, ti ka një moment që ndoshta, edhe këtë e them me një lloj entuziazmi, në bashki edhe kudo janë më të ndjeshëm pak, edhe shpresoj që t'jenë akoma më të ndjeshëm për ta bërë këtë punë. E mbylla diskursin, domethënë, kjo ishte pak propagandë. Shumë është premtu. Sigurisht. Edhe deri tani. Edhe them se do të realizohen, nuk është se nuk do të realizohen. Çfarë projekte keni? Edhe këto të artit, edhe njëkohësisht edhe një projekt përveçëm. Kemi mbaruar një premierë që e dham në Shkodër dhe në Teatrin Kombëtar Eksperimental në Tiranë. Tani kemi një bashkëprodhim me Kosovën që përmenda më përpara dhe kemi një komedi, pastaj kemi estraden që premierën e parë për vitin, pastaj kemi shfaqje për fëmijë në maj, kemi festivalin Xhexho Fest, do kemi festivalin mbarkombëtar të humorit, që do jetë në një formë të re këtë vit. E keni rregullu pak si konceptuar po më vjen mirë. Festivalin humorit dhe do jetë një festival i mirëfill teatror mbi komedinë. Dhe pastaj kemi edhe shfaqjet e tjera, bashkëprodhime me Teatrin Kombëtar Eksperimental që do kemi në shtator e tjerë. Pra kemi do t'i lutesh kujt me të pru në një bocet, në një ke shpall në një kështu për të marrë në një, nuk e di, në një dramë, në një komedi? Po, kemi akoma dhe thirrje që do hapen. E keni si ide që mund të shpallni për shembull një konkurs për ta paguar një dramë ose një komedi? Që të birë... Kjo duhet shihet edhe me regjisorin pastaj. Me regjisorin, patjetër. Edhe bisedë me regjisorin. Por, për shembull, Gent Beko vjen në fund të prillit, është një shkrim, një shfaqje që është shkruar nga normalisht. Pra është dramaturgji shqipe. Sigurisht pastaj edhe tek Xhexho Fest që përmenda, dalin
edhe vepra nga shkrime dhe vepra të rëndësishme shqiptare, por ndonjë do jetë edhe vepër bashkohore, shkruar nga një autor që ditëve të sotme, ose nga vetë regjizori, sepse shumë regjizorë preferojnë edhe me i shkruar vetë shfaqet. Modernen apo klasike në përgjithësi, çfarë pretendojnë, ku shkoni do jetë teatrin do ketë pastaj një mix mes modernes, klasike, secili regjizor pastaj ka stilin e tij. Stilet pa. Edhe unë mundohem që regjizorët që vinë të kenë mos të jenë të gjithë të njëjtë, kenë stile të ndryshme edhe të vinë shfaqje sa më cilësore dhe sa më të ndryshme mos jenë të ndryshme. Më prezantove një projekt edhe më pëlqeu shumë, një ide tënde. Kam shkruar një projekt që kryetari i bashkisë e ka miratu me një herë, sapo ja kam prezantuar, jam shumë i lumtur. Në gjë rastin më falenderoj për bashkëpunimin me një herë që kishte. Do hapim një skenë të re për teatrin Migjeni, do jetë një skenë tek Studio Zefi Bani, që është një ambient që nuk është parë nga publiku, vetëm nga aktorët për prova, dhe do ketë një skenë me kapacitet më të ulët, stil black box, teatr modern. Do ketë rreth 86 ulse për shfaqje më të vogla, për monodrama, për mramje poetike, do ketë një ambient i ri për qytetin, një ambient ekstra, mund të ketë edhe 2 shfaqje paralele, mund të ketë edhe një mramje muzikore nga një pianist, mund të ketë gjithçka mund të ndodhin aty, edhe një ambient më të mirë për aktorët në momentin e provave. Sigurisht që aty mund të bëhet teatr kukullash shumë mirë, sepse skena është e çmundtueshme, mund të vendoset përpara, mund të vendoset në qendër, pra mund të përdoret në gjithë mund të jenë skenë aktor, por mund të jenë edhe midis njerëzve. Mund të jetë edhe midis njerëzve. Mund të përdoret për teatr kukullash, siç thash, mund të përdoret për çdo gjë. Edhe është një ambient më shumë për qytetin, që njerëzit me mujt, publiku më ardhë me pa, më shumë se një shfaqje ndoshta paralele. A është i lumtur Gerti tash edhe në kulmin e punëve? Nesh i lumtur? Po bëj një shaka kështu. Tani, në aspektin e Gertit... Po shkon me gëzim punë. Në aspektin e Gertit, njerëzit të njohin më shumë. Të përshëndesin shumë më shumë. Patjetër. Të urojnë, të respektojnë njerëzisht më shumë. Është një aspektin e Gertit. Je drejtori i teatrit. Është respekt. Në momentin që hyn në një kafe dhe si jeni artist, si jeni drejtori i teatrit, të respektojnë, të përshëndesin. Edhe Shkodra e ka. Shkodra ka e don shumë teatrin. Shkodra e don shumë teatrin. Në momentin që bën një shfaqje të mirë, je duke ecë rrugës, të bën një ecje në pedonale, thonë, faleminderit, na keni kënaqur më. Kjo është një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Është, ku diun, duket edhe se ndoshta nuk i kanë të hiç në shfaqje, as aktor as regjisor. Ama prapë jetë drejtësi institucionit, prapë ti e merr atë kënaqësinë. Për më tepër pastaj kur je edhe aktor edhe kur je regjisor, pastaj e merr edhe më tepër kënaqësinë. Kjo është gjë shumë e mirë që qyteti Shkodran ka, e don shumë art. Me ata zotnit e prapavijës si i ke punë, si i keni, patjetër që ti kesh mirë punë, janë artista. Me të gjithë. Janë artistat punës ato. Të gjithë së bashku çojmë artin edhe teatrin përpara. Normal, patjetër. Mos ishin ata zero rezultat edhe unë. Gjithmonë e kam përmend të fakt se e më pa vije që do të dalë atje se artistat që punojnë në teatr, si aktorët, si këngëtarët, si instrumentistat, si teknika. Teknika është shumë e rëndësishme. Ndoshta është më përvujta në teatrin Migjeni, se nuk del asnjëherë në skenë. Por është inspektori i skenës, zotëni Mikel Vuksani, divni skenografi, është Mark Prendi, mjeshtri i skenës, është Beni tek dritat, është Bledi tek fonia, pra janë shumë, punojnë shumë, realisht edhe ndoshta nga një herë mbeten. Shikoj se mos i ke harruar në një ka pafon rroba qepsja, është grimi, pra janë gjithë sektorët, po unë përmenda vetëm këto të skenës, pra gjithë sektorët teknikës janë shumë të rëndësishëm, po ashtu edhe aktorët, po ashtu edhe i falenderoj shumë se ne përmendem edhe pak më përpara edhe sakrificën, si në aspektin monetar, si në aspektin e nuk ka fundjava,
Puna jo nuk ka një shtunë diell që unë mund të dal me familjen të bëj një udhëtim në plazh, nuk e di, sepse kemi shfaqje, kemi takime, kemi aktivitete, kemi prova, pra gjitha këto kthehen në një sakrificë, edhe gjithë këto janë një sakrificë vetëm për teatrin Migjeni. Unë e shoh inspektorin e skenës zotni Mikelin që është pa orar aty, pra është i madh në moshë që dikush mund të thotë po çfarë do ty, e ke kryer detyrën tënde, por jo. E donë shumë teatrin, punojnë edhe për te sektorit tyre. Patjetër. E shohin që ndoshta tekniku i dritave ka nevojë për një ndihmë edhe se nuk është sektori im. Pra kjo është e mira e stafit në teatrin Migjeni, si aktorët si Me ato që i ftoni dhe që kanë dalë në pension edhe që janë pjesë gjithmonë të teatrit, si ka punë Gerti? Shumë mirë. Unë më kanë mbështetur shumë, jam shumë falenderues, unë kam punuar më përpara dhe me to me një film që unë kam realizuar me metrazh të gjatë, një film komedi dhe kanë qenë gjithë pjesë e filmit. Të gjithë kanë qenë aktorë. Besa Zyli, Drane, Mond Halili, të gjithë kanë qenë, Gac Kodrina, të gjithë kanë qenë. Por edhe tani në teatr patëm një varieté në fund vitit që isha unë regjisor, Kartolinën ta dërgova dhe ishim të gjithë pjesëmarrës. Pra më dërgojnë shumë shpesh mesazhe. Momentin e parë që ka dalë në media që unë jam drejtori i teatrit, të gjithë më kanë telefonu, të gjithë më kanë uru, profesor Arian Quliçi nga Tirana, të gjithë më kanë uru dhe më kanë mbështetur edhe realisht vinë më takojnë shumë shpesh. Edhe jam shumë i lumtur. Kjo më mbush kur merr edhe mbështetjen edhe ndihmesën edhe këshillat e ikonave që kanë punuar për vite, kanë kontribuar për atë teatr, është diçka shumë e mirë. Nuk e di çana ka me tjetër Gerti. Çfarë do që thuash ti tjetër ose keni nuk e di, thjesht me dasht kisha ftu shumë artistat, publikun, artistat mos me hek dorë. Është gjë e më thjesht për me hek dorë. Luftoni shumë që me çu artin përpara me të tana sakrificat që arti në Shkodër edhe në Shqipëri ka. Duhet, nëse dorëzohemi mos ndaj ja, unë nuk besoj se nuk do dorëzohemi kurrë. Publiku hajdeni në teatr, është shumë e rëndësishme marrë në teatr, bini fëmijët në teatr, të rit hajdeni në teatr sepse është edukuese, merrni shumë mesazhe, del një qytetar i mirë, nga teatri. Ku diun bizneset ndihmoni e teatrit. Është shumë e rëndësishme që me u afru edhe sponsora për teatrin, me rregullu edhe si godin teatrin shumë gjana, me rregullu edhe me shtu sa më shumë premiera. Tani është edhe ulset do ndrohen sepse është miratu edhe fondi i ulseve të gjitha ulset. Ngrohja është rregullu, pra garderoben përpara do ta bëjmë që me vendos edhe pautot me ardh, e kemi pastru hallin e katit parë, është gjithçka gati. Shumë mirë. Edhe bizneset mos ngurrojnë për me sponsorizu për teatrin, me rregullu godinin e gjithçka tjetër. Pra këto janë thirrjet e mia që institucioni si teatr, edhe ai vend që kanë nxjerr gjithë këto ikona që ne i dojmë edhe i pëlqejmë kaq shumë, çojnë përpara që të ketë vazhdimsi gjithmonë. Shiko, nga gjithë to që po flisje, pikërisht kjo është edhe që nuk ka për të ndalë edhe nuk do të ndalë. Përkundazi do bëhet më mirë. Është vetë prania jote, vetë rinia jote, dhe vetë entuziazmi dhe vrulli jote që pikërisht këtë premton. Dhe prandaj unë kur erdha aty tash jam shumë i gëzuar që takoj ty edhe i gëzuar edhe që do bëjmë një bisedë. Me të vërtetë që janë pyetje këto, duket sigurisht intervistë, po praktikisht bisedë, pavarësisht. Vetëm një herë kishim biseduar me njëri tjetrin. Po tash sigurisht që do bëhem më prezent në të njohët e drejtorit. Kam mikët e drejtorit. Gerti, falenderoj. Falenderoj shumë edhe për entuziazmin, falenderoj shumë për mendimet, njëkohësisht na zbulove edhe kushije në një zbulohen gjitha në një emision, por sigurisht na zbulove pjesën më të mirë, më karakteriale tënde, dhe kjo është e rëndësishme. Na thej që sigurisht keni plane dhe projekte dhe besoj se janë gjitha të realizueshme, nuk shoh një gjë të paralizueshme këtu në po do realizohen se s'bën shpresë është që të ketë trajtim akoma më mirë. Pak, do në kohë, por të gjitha do. Nga ana ime di një gjë që është dëshira më e mirë, sidomos në lartësitë e Bashkisë Shkodrës. Nuk është se ka mungu, ka qenë gjithmonë, mbase ka qenë një vështrim tjetër, por kësaj radhe besoj se është më i plotë edhe më i qartë.
Gerti, të falenderoj që ishe me ne. Faleminderit shumë për ftesën, ishte shumë kënaqësi, shpresoj që isha mirë edhe unë. Patjetër me mirë. bisedën isha i këndshëm fort sa ju. Unë s'jam gjithmonë i këndshëm, jam shpeshherë edhe jo i këndshëm, por me ty nuk kam arsye të mos jam. Falenderoj Nikoli. Faleminderit shumë. Miqtë on televizion edhe miqtë on tok, ky ishte takimi me drejtorin e Teatrit Migjeni, Gerti Palali. Ju jap takim premten tjetër me një ftuar tjetër. Natën e mirë.